Kush ishte kjo? Që ta gëzuar Është aktoria turke që ishte një nga protagonistët e filmit, të një nga filmat. Ka thënë në Shqip, po. Në Shqip shumë bukur, mezi e mendova që mos ishte ndonjë vajzë. Hande Erxhel. Bukur. Pra, çfarë ka përgatitur televizioni Klan për festat e fundit? Ne ndoqëm vetëm spotin e filmave premier, është një paket filmash premier, të cilët janë filma kinemaje, janë transmetuar, kanë bërë xhiron e tyre në kinema, disa prej tyre janë edhe të Netflix, janë më të klikuarit në Netflix, kështu janë filmat më të bujshëm të viteve, të 2-3 viteve të fundit. Aktorët e preferuar që ne jemi mësuar të shohim në për seriale, por tashmë do të shohim në ekranin e madh të kinemas, pra interpretimin e tyre filma të plot premier që vinë për herë të parë ekskluzivisht në televizion. Me metrazh të gjatë, po, nga 120 minuta, po, të cilët do të shfaqen në 3 ditët e para të vitit 2026, duke qenë se ne prej vitesh është traditë tashmë që të bëjmë një program special të fundvitit. Mbrëmja 31 dhjetorit do të na shoqërojë pra ndrimin e viteve, do të kemi spektaklin Këngët e Shekullit me yjet e skenës dhe të muzikës shqiptare, kështu artistët më të mirë, repertori më i bukur, më festiv do të jetë atë natë. Filmat premier do të jenë çdo mbrëmje, por edhe në mesditë. Ndërkohë që të gjitha programet e tjera, si Rudina, Aldo, e kështu me radhë, bëjnë enkas programe që jashtë, po themi, strukturës e programet festive. Data 1 janar do të ketë një tjetër premier ekskluzive të një filmi i cili ishte më i ndjekuri në kinema të vitit që sapo lam pas, që është Njerëz dhe Fate 2. Pra drama do të shfaqet premier ekskluzive në televizionin Klan në datën 1 janar në orën 21, ndërkohë që në datën 2 janar do të shfaqet spektakli tjetër i bujshëm i vitit që është Yjet mbi kanin nga Vera Grabocka, kështu Timo Floko, po, një spektakël shumë i bukur i cili u regjistrua në gusht. Dhe këto janë 3 programet kryesore të çdo mbrëmje, do të ketë Dashuria e Shrefit të premten në mbrëmje në datën 2 janar në orën 21, 2 episodet që ne do t'i humbasim në 31 sepse është një serial shumë i ndjekur, edhe rreth 11 filma të tjerë premier, disa prej të cilëve Yjet turq ne sapo i pam në këtë spot, që do të na shoqërojnë përgjatë programit festiv. Kështu që një programacion i pasur, kombinuar, spektakli, argëtimi, filmat, janë komedi, janë filma shumë cilësor, janë me aktorët më të mirë, kanë bërë me box office, do me thënë që janë vlerësuar dhe janë për herë të parë që vinë në ekranin e televizorit. 2 prej tyre janë shumë të ndjekur edhe në Netflix, kështu që tashmë publiku do t'i shohë të titruar në Shqip, dhe interpretimi, muzika, regjia janë drama që ato janë komedi romantike, drama romantike që janë të këndshme, optimiste, ngjarje të vërteta, kështu që do të jetë shumë këndshëm. E bukur. Festat ju nga do t'i kaloni ndërkohë? Në shtëpi, me familjet, me miqt, jashtë, në lokal? Unë për vete në shtëpi. 31-shi gjithmonë është në shtëpi. Unë do t'jem me familjen? Data 1-2 janar, pastaj edhe mund të lëvizim. Unë juroj njerë festat të gëzuara për ju të dy. Edhe njerë, jure suksese, edhe pse ajo shfaqja, le temi, mbetet për të ndjekur është gjithçka tashmë gati për transmetim në datën 24 dhjetor në orën 9 në mbrëmje në Klan Plus. Dhe çfarë urimi do të bëni ju sot për festat e fundvitit për gjithë shqiptarët që na ndjekin? Gëzuar vitin e ri 2026, shëndet, lumturi, paqe dhe bëuni të mirë me njëri tjetrin. Berti. Të njëjtën gjë do thoja edhe unë, shëndetin në radh parë, sa më shumë para edhe dashuroni shumë. Urime shumë të bukura, gëzuar dhe ty Rudina. Gëzuar edhe juve. Faleminderit që ishit me mua sot, ndërkohë që ne kemi mbritur në fund të dashmiqe dhe së bashku për sot do të shihemi sërish në programin e ardhshëm. Kalofshi bukur.